Përdorimi masiv i shkrimit digjital po rrezikon gjithnjë më shumë shkrimin e dorës dhe pikërisht në mbrojtje të tij UNESCO ka prezantuar një projekt, i cili synon për ndalimin e braktisjes së tij në fazat e zhvillimit të fëmijëve, si dhe nxitjen e përdorimit të këtij shkrimi gjatë gjithë jetës. Pedagogja e gjuhësisë në Fakultetin e Histori Filologjisë, Elsa Rakifllari, sqaron se shkrimi i dorës nxit zhvillimin e aftësive të imta psikomotore dhe të procesit të kombinuar lexim-shkrim. Studimet na tregojnë që bëhet fjalë për një të mësuar shumë efektiv në momentin që mësohet duke nxjerrë shënime dhe duke shkruar me shkrim dore. Pra, për informacioni i ri përvetësohet shumë shpejt për arsye se përfshihet një sër aftësish në këtë proces, përfshihet ndjesia e të prekurit, përfshihet koordinimi motorik, përfshihen ato aftësi kognitive që kanë të bëjnë me përvetësimin e informacionit të ri. Pra, kemi një sër elemente që bëhen bashkë dhe truri është aktiv thuajse në të gjitha zonat e veta që kanë të bëjnë pikërisht me këtë procesimin e informacionit, me të mësuarin edhe koordinimin e lëvizjeve. Të pasurit e një shkrimi sa më të qartë dhe të lexueshëm lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me suksesin jo vetëm akademik, por dhe me suksesin profesional të individit në të ardhmen. Varësia nga mjetet digjitale shpeshherë ka ndikuar në humbjen e aftësisë për të formuluar siç duhet mendimin, por edhe në uljen e përqendrimit. Nëse një fëmijë mëson të shkruajë dhe të lexojë vetëm përmes një tableti, po themi, aktiviteti në këto zona të trurit do të jetë më i paktë. Andaj, duke pasur parasysh këtë lloj ndikimi te të nxënit edhe te zhvillimi i trurit, ka nisma që sugjerojnë në VIMSI, po edhe kërkim shkencor që sugjerojnë që të shkruarit me dorë të jetë praktik e të mësuarit për nxënësit, por jo vetëm. Por UNESCO, shkrimi i dorës është një element kyç të nxënit dhe i transmetimit të dijes ndër breza.